skandalit të tunelit Llogaras, zoti Pacolli informoi shqiptarët për një skandal identik me të, për një tender që s'u zhvillua kurrë, përveç cenzurën e Lubis, për një objekt që ishte parashikuar në kontratë 105 milion dhe gjerë tani është 120 milion dhe janë edhe 30-40 milion tjera që duhet investuar për të përfunduar, sepse Edi Rama dhe Lubia kishin parashikuar atë me një qëllim vetëm, aeroportin më të madh në Ballkan që të realizonin vjedhjen më të madhe. Sa më i madh, aq më shumë vjedhej. Por një gjë e vërtetë është që ne nuk në hyjmë në ato punë të bashkë të aksionerëve, ato s'kemi punë me të, as me njëri tjetrin, ata janë punë, i zgjidhin vetë ata me gjykat, pa gjykat. Po një moment kishta, momenti super mafioz i kërcënimit me jetë të Bexhet Pacollit. Ai ka domethënë e madhe në vetvete, ai ka domethënien se cilët janë anturazhi i Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Zoti Pacolli natyrisht me atë super kujdes të ti nuk citon të Ramën, por po tha Belin, po tha Lubia, është Rama. Kjo është e njohur. E njohur. Por i tha gjëra. Pra, qytetarët duhet ta dinë se dy ministra të qeverisë socialiste, përkatësisht Damian Gjiknuri dhe Arben Ahmetaj, nuk kanë pranuar të firmosin tendrin për aeroportin e Vlorës, sepse nuk kanë qenë dakord për 120 milion euro që duhej paguar biletat e munguara. Dhe ata, normal, kanë kërkuar që aeroporti të ndërtohet faza e parë me 30 milion, siç është bërë me aeroportin e Tiranës. Shtohen pasagjerët, shtohet kapaciteti, me fjalë. Kanë kërkuar atë që duhet bërë dhe nuk kanë pranuar të firmosin. Kur Lubia ka firmos, Edi Rama ka thënë atyre se kjo më zgjidh mua punët e mia. Ju s'më duaj gjë. Kjo zgjidh punët e mia. Por në vend që të jap dorëheqjen së me Lubin e tij, ai ka deklaruar në mbledhjen e partisë, në mbledhjen e Tiranës, se ky është një sulm që skapi i partisë i bën Edi Rams dhe Lubia nuk ka asnjë përgjegjësi. Nuk ka bërë asnjë shkelje ligjore, asnjë gjë për gjëja. Dhe në fakt, siç e shihni, ajo vazhdon veprimtarin. Ndonë se si një fantazm, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Sepse ky është autori i kësaj është Edi Rama dhe kjo ka zbatuar urdhat kriminal të saj, ka shkel ligjet e vendit dhe është përgjegjëse pa diskutim 100%, por bashkë me Ramën. Ata që mendojnë se
ky është një popull pa memorje, unë u rikujtoj se ish zëvendës kryeministri Ilir Meta për një regjistrim